Edhe në këtë gjuma do të vazhdojmë duke e forcu institucionin e familjes, sepse është institucioni më me vlerë, më së shumti dhe i vetmi që shoqërisë i shërben dhe jep kuadro për ta rregulluar dhe për t'i dhënë jeshi dhe shije çdo porës së jetës. Në javën e kaluar falëm t'i edukojmë fëmijët me dashuri, jo vetëm përmes një gjuhë këshilluese. Falëm për një prind model, sepse fëmiu kopjon më shumë se sa mund të ndëgjoj çka po i flet atij. Kurse sot do të flasmi për një shtëpi që edukon, shoqëria nuk mund të shkatërroj. Të dashurit e mi, po jetojmë në një kohë kur ndikimet e jashtme janë më të forta se asnjëherë më parë. Kur shoqëria jonë në veçanti, po dhe globi në përgjithësi, nuk ka pësu dhe nuk ka pas trysni të jashtme ma shumë se sa që mund të ketë sot, e ndoshta ditët në vazhdim të ardhmen edhe më shumë po bëhet ky ndikim i jashtëm. Ndikimi i jashtëm është shoqëria, rrjetet sociale, mediat dhe rrethi shoqëror, po përpiqen çdo ditë dhe çdo natë ta formsojnë mendjen dhe sjelljen e fëmijëve tanë. Po shpenzohet, po punohet, po projektohet, po bëhen plane nga më të ndryshme që institucionin e familjes me rrënjos, me e çrregullu dhe me e dobësuan. E sidomos në shoqërinë tonë, ku prodhohen vlerat, ku mbahen vlerat, ku ka ndere moral, respekt e dashamirësi, vizion të qartë për punë dhe për dije, këto familje në një farforme po i pengojnë shoqërive tjera dhe po dojnë me e shkatruan. Shpesh dëgjojmë prindrit që thojnë, shoqëria na i prishi fëmijët e tanë. Por sot duhet ta themi me sinqeritet dhe me përgjegjësi të plotë se shtëpia që edukon, shoqëria nuk mund ta shkatërroj. Kur familja është e fortë, ndikimet e jashtme dobësohen shumë. Ndikimet e jashtme dobësohen shumë. Sado që ftohti është minus 10 apo 15 apo 20. Nëse e kemi izolu shtëpinë tonë, nëse dritarët i kemi të mira, nëse nxemjen qendrore e kemi në rregull, për Zotin e lumë nuk kemi mendi të ftohtë. Mirë po nëse nuk i kemi marrë preventivat, që me rujt shtëpijen, i ftofti shumë lehtë dhe shumë shpejt deporton në shtëpitë tona dhe bëhet shkatërrimtar për ne. Shoqëria mund të sprovoj, por nuk mund të shkatërroj një fëmijë që ka marrë edukim të shëndetshëm në familje dhe në shtëpi, që ka mësu vlera, që ka mësu kufi, që ka mësu respekt, që e ka mësu lidhjen me Zotin fuqi plot. Nuk ka mundësi shoqëria lehtë për me shkatërru dhe për me devijuan këtë fëmijën tonë. Për këtë arsye, nëse ja japmi edukimin e mbarë, ja mbjellmi besimin në zemër, ka ndërgjegje të pastërt fëmija ynë, leje këtë fëmijë, djala apo vajzë, le ta shëtit botën, se askush nuk ka mundësi me ja shkatru dinitetin, moralin, formimin që e ka marrë në familje nga prindërit.
Prandaj sot nuk po flasmi për fajsimin e jashtëm, por po flas sot për forcimin e mbrëmshëm, forcimin e familjes dhe shtëpisë sonë. Shtëpia nuk duhet ta luajë rolin e një restorantit vetëm sa për të ushqyer. Shtëpitë tona nuk duhen ta luajnë rolin e një hotelit që vetëm do të shfrytëzohet për gjumë me bën në të. Shtëpitë tona nuk duhet të vlerësohen vetëm nga arkitektura e mirë që ua kemi dhënë atyre. Mirë, po shtëpiat e tona duhet të jenë shkollë, bankë, tabel, libër, sjellje, fjalë, këshill, tërheqje vrejtjes, avancim. Këto duhet jenë bisedat. Dhe një gjë, ne që jemi mbrenda që po jetojmë në Kosovë, duhet ta bëjmë një krahasim me prindrit apo vëllezërit e tonë që i kemi në Perëndim. Atje shumë po kanë përkujdesje të shtumë ndaj djalit dhe vajzës. Neve na ka ra kjo. Na mas po këti bisedoj me fëmijët e tona për shtëpijat e tona. U atërhjekmi vrejtjen. A e di kur në nervozohemi? Kur janë kryer punët. Kur i kemi marrë vesh na mas 2-3 vjetëv. Atëherë ja kemi fillu me u stresu. Pse djali jem koka të përdor drogën? Pse djali jem apo vajza ime i paska një rrugës e prostitucionit? Pse djali jem apo vajza ime nuk ko ka kon të shkuan në fakultet, as në shkollë, veç ko ka kon të banon Prishtinë që aty. Vonë, mas 2 vjetëv, a ka mundësi që ne me qenë shok të dashur, që në moment kur ja kemi dhonë dashurin dhe edukimin, edhe kur ka gabu edhe gabon, që është normale me gabuen, me u kthy përsëri te ne për me u konsultu e vladi jonë. Të dashurit e mi, shtëpia tona duhet jenë shtëpia të edukimit, formimit, nivelit kulturor dhe moral, që duhet të ndërtohen të kantarët e familjes tonë. Zoti Dhul Gjelal thot në Koranin famadh, rune vetën dhe familjen e juaj, sepse kush e ka rregullu shtëpin, e ka rregullu me automatizëm edhe shoqërinë. Ai i cili e ka dëmtu shtëpin, me automatizëm e ka shkatru edhe shoqërinë. Thot Zoti, dhe urdhëron e familjen tënde për namaz dhe bëhu i durueshëm në këtë. Durimi në edukim tregon se ndërtimi i familjes kërkon kohë, përkushtim dhe këmbgulje. Dietarët kanë thënë, nëse don me marrën diçka në fund mujit, mbjell diçka në bashe. Nëse don me marrë diçka në fund vitit, mbjellën ai pemë. Po nëse don me marrë fryt mas shumë viteve, eduko gjenerata. Durimin e edukim tregon se ndërtimi i familjes kërkon kohë. Andaj, prindi është bari i shpirtit dhe i moralit të familjes. Shembull praktik. 2 fëmijë të njëjtës shoqëri. Njëri rritet me dialog, me namaz dhe me shembull të mirë, tjetri me neglizhencë, liri pa kufi dhe mungesë të komunikimit. Shoqëria është e njëjtë, por rezultatet janë të ndryshme. Imam Shafiu u rrit jetim, por me një nanë shumë të devotshme dhe me një edukim shumë të fortë, sa që është bërë imami i tërë njerëzimit. Imami i tërë njerëzimit. Dhe kur Zoti Dhul Gjelal nuk të merr diçka, pa të dhonë diçka tjetër. Atyve që ja ka marrë Zoti babën, e kanë pas një nanë edukative, të formume, valla billa, janë dalë djemë dhe vajza shumë të suksesshëm.
Sepse thot një dietar, jetim nuk mbet fëmiu pa nanë dhe pa babë, po jetim mbet kur e ka nanën dhe babën dhe nuk kanë kurfar kujdesje për fëmijën e tyre. Këta janë jetimat të vërtet. Imam Maliku thot, dia dhe morali fillojnë nga shtëpia, para se të kërkohet jashtë saj. Shtëpia është vendi ku formohet karakteri, jo vetëm sjellja. Në shtëpi mësohet e mira dhe e vërteta. Në shtëpi mësohet ajo legjitimja, halali, ajo që të bën dobi. Në shtëpi mësohet çka është respekti, çka është turpi, çka është përgjegjësia. Në moment kur shtëpia dështon, shoqëria ka me sundu dhe shoqëria sundon. Si ta bëjmë shtëpinë mburojnë? E para, namazin familje, dashurit e mi. Namazi do të më falë në familje, mburoje familjes tonë, është namazi. Fjala e mirë dhe lutja e mirë. Një prend, një babë që këshillon dhe një non që lutet, me automatizëm ai fëmijë ka më u bani sukses shumë. Me nda kohë cilësore të vlefshme për familje, edukim me butësi, jo me dhunë dhe dashuri, plus rregull del barazia siguria. Nëse edukon fëmijën brenda shtëpisë, ai do të ecë i fort dhe do të qëndroj stoik çdo fortunë që mund ta sjellë shoqëria. Për këtë Jusuf el-Qaradawi thot, familja është kalaja e fundit e ummetit. Nëse ajo rënohet, shoqëria bie pa luftë. Nëse don me marrë një vend pa luftë, prishja familjen. Pa luftë e merr. Për çka shkollë s'ka mujt më na mujt neve? Kur? S'ka mujt. Se familjet e tona i kemi pas të forta. Nana, baba na ka thonë që duhet m'ja kthyen pushkën shkaut. Duhet me mbrojt pragun e familjes, nderin, moralin. Na kanë mësu përgjegjësi me pasën. Për këtë arsye s'ka mujt më na mujtën kur njëherë. Shoqëria devijon kur familja humb misionin edukativ, jo kur shtohet presioni jashtëm. Allah hoxhu preshën familje se presioni jashtëm. Jo, kur familja, baba dhe nana zbashku prom, e kanë këshyr Big Brotherin. Tu lifar skene, tu lifar fjole që asë në sallë të operacionit nuk dëgjohen. Ti me vedije ke prishën familjen. Ti e ke prish familjen, vën me shiqu një program edukativ, arsimor, një diçka dokumentar, shkencor, historik, ti ke përzgjedh atë që me djeg për mbrenda shpirtin e vajzës, djalit, bashortës, nanës, motrës, hallës, tezës. Më shini që atë dyrë, nalë në zilën, se i na të këshyrë tash. Bleni qipsa e kikirika, qojnë qitni këtu gjygymat, se tash kina mjanis. Pa i kështu nuk përgaditët as për namaz be dikush. Që shbojnë përgaditje, me shiqu këtë që ta shkatërën, familjen ta shkatërën. Për këtë Mustafa Mahmudi thët, shtëpia që lidh me Zotin nuk rëzën dot. As moda, as propaganda, as shturja, kur s'monët me rëzuen. I Bënkaimi thot, prishja e fëmijëve vjen nga neglizhenca e prindërve. Pastaj vjen prishja shoqërisë. Aliverdi thot, shoqëria nuk e ndryshon individin me njëherë, për familja e dobët i hap derën çdo devijimit. Sepse identiteti familjar është mburoj ndaj presionit shoqëror. Shtëpia pa edukat është si kur trupi pa shpirt, sa do e bukur të duket nga jashtë. Shtëpia pa edukat është si kur trupi pa shpirt. E keni po do thot ko ka bo gjenoze e mirë, pa shpirt është.
Sa do i mirë le të bëhet, edhe elhamdulillah që është bë, sepse provon shumë mesazh të mirë aja, mirë po është pa shpirt. Na kemi qef me paën gjallë, kemi qef me paën. Dhe krejt në fund, o prind, mos e nënvlerësoni familjen e vogël, sepse prej saj lind shoqëria shumë e madhe. Një babi drejt dhe një nanë ndershme mund të bëjnë më shumë për shoqërien se sa dhjetra ligje që mund të aprovohen në kuvend. Mos prit që fëmija të bëhet i mirë jashtë shtëpijës, nëse nuk e shef të mirë brenda saj. Mos prit respekt nga shoqëria, nëse në familje mungon respekti. Mos prit imam të fortë në xhami, nëse shtëpia është e zbrazët nga përmendja e Allahut Dhul Xhelal. Dhe për këtë po e përmbylli me fjalën e një dietari që thotë, më tregoni si është familja juaj, e unë do t'ju tregoj si do t'jetë shoqëria juaj. Qysh je në familje, edhe shoqërin do t'a gjesh. Allahu na përdor për hajër dhe për të mirë. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli